baba e ka obligim me marrë fëmijët me çunë teravi në xhami. Ku të vjen prej teravis, para se me flet, fëmijëve mi tregu se kena më çunë syfyr. Kur të çohen në syfyr fëmijët familjarë, secili antari i familjes, është mirë që me ja ngolit në kokë rastin ma sublim të ngritjes në syfyr me shfrytzuar dhe për mi falë 2 rekate namaz. Dhe gjatë ditës me mujt prindi me gjetë kohë, nëse jo baba, nana, dikush prej familjarëve, fëmijëve më lexuar një broshurë, diçka për pejgamberin alayhis salam, diçka për Ramazanin, me ul në sofër, me ul në tavolinë, me ul në tepi, me lujt me lojna, me bind fëmijëve, po me përjetu dhe fëmijët sidomos me ditë që Ramazani është një muaj i ibadetit. S'është paqare veç në xhami. Xhami po se po na mujmë edhe shtëpit me shëndru xhami. Pra, kur ta falim teravin, mujna mas teravis me ardhe 2 rekate me fal baba, nana, fëmijët, me bani xhamat i vogël në shtëpi dhe atmosfera në ambient të familjes, të shtëpisë mu shëndru në atmosferë të adhurimit dhe të ibadetit. Jo me lon vetëm xhami, nga se shtëpit tona mundën më shëndru pastaj në varreza, mundën më shëndru në një vend ku ibadeti kryhet veç në xhami, në shtëpi vetëm hahet, pihet edhe jetohet jeta, po mbi të gjitha shtëpit tona duhet më shëndru në një vend ku të paktën në ditë falen 2 rekate namaz, të paktën shtrohet një segjade. Në shtëpit që ka segjade nuk ka din si zllëk, nuk ka kundërshtim feje. Pra, me pas një segjade, me shtri, me pa fëmija që pa falet gjyshja, baba, nana. Të flitet diçka këshillat që kanë bërë. Një këshill që kanë dëgjuar prej hoxhës. Lexim Kuranit. Me lexu Kuranin në gjuhën shqipe, me thon Zotin, qetësure pas ka thonë çto, apo shihni që ka thonë çto, me lexu, me hap një rahle, me hap një tavolinë thjesht, me qit Kuranin për mi, me thon ky o libri unë i shehit. Me lexu, me çel në gjys, kudo qoftë, në gjuhë shqipe. Sot mundësia është nëse dikush ankohet se s'ka Kur'an fizik, letër, e kemi telefonat, e kemi aplikacione të ndryshme, e hap telefon, në tablet, në laptop, e lexon një pasazh, e lexon një verset, e lexon këtë diune dhe e bën tradit në Ramazan. Pastaj ajo me mujt me na ngel inshallah edhe mas Ramazanit.